Një grup kriminal që trafikonte vajza nga Azia Qendrore dhe Amerika Latine në Shqipëri për t'i shfrytzuar për prostitucion është goditur nga policia e Tiranës. Operacioni është kryer në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate, Europol dhe Eurojust. Në fund të këtij operacioni janë dhënë 9 masa sigurie, 7 prej të cilave me burg, teksa në Kolumbi është arrestuar dhe organizatori i rrjetit Lucas Betancourt, 25 vjeç. U vu në pranga në kuadër të operacionit ndërkombëtar. Shtetasit Azel Adrisheva, Rostislav Mieshkov, Denis Berisha, Mirel Shperdeja, Tritan Sukaj, Ilmar Gugashi dhe Kevin Dreu. Po ashtu janë proceduar penalisht për ushtrim prostitucioni 48 shtetase të huaja, pjesa më e madhe e cilave ishin akomoduar në një hotel në rrugën Reshit Çollaku në Tiranë. Sipas hetimeve, kolumbiani Lucas Betancourt kishte rol kyç në rekrutimin e vajzave dhe në koordinimin e udhëtimeve të tyre drejt Shqipërisë. Vajzat detyroheshin të ushtronin prostitucion, shpesh përmes shantazhit dhe kërcënimeve ndaj tyre dhe familjeve të tyre në Kolumbi. Rrjeti funksiononte edhe nëpërmjet platformave online. Në këtë aktivitet kriminal ishin përfshirë edhe shtetas shqiptar, të cilët siguruan akomodimin, shfrytëzimin e vajzave për prostitucion, shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe menaxhimin financiar të fitimeve përmes kriptovalutave.